Ki pa nxyrë sot jo se poshtë në territor nuk ka punë, ka punë boll, por gjërat duhet ndryshojnë si në territor edhe këtu në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Ju kam thënë, unë nuk dua të rinj kuvend thjesht dhe vetëm për të marrë një rrobë. Nuk dua të rinj kuvend thjesht dhe vetëm për të bërë se hir. Unë nuk dua të rinj kuvend thjesht dhe vetëm për të ngritur dorën. Pro apo kundër. Unë nuk dua të rinj kuvend për ofiq, për status, për vanitet. Jo, nuk dua të jem në kuvend për këto. Dua të jem në kuvend për të folur, për të diskutuar, për të debatuar, për të propozuar e për të votuar, jo vetëm ato që sjell qeveria, po për të votuar edhe nisma individuale të deputetëve. Kanë bërë plot të tilla. Amendamente pafund. Janë votuar një pjesë, janë vonuar dhe nuk janë votuar, një pjesë nuk janë votuar fare, madje as nuk janë diskutuar. Duhet ta ndryshojmë këtë gjë. Prandaj duhet vinë kuvend. Dhe një nga thelbet e gjithë kësaj historie, të qenin në kuvend janë të ardhurat. Është tatimin mbi to. Është shumë e rëndësishme të flasim për tatimin mbi paratë që fitojnë nga puna, paratë që fitojnë nga biznesi, paratë që fitojnë nga investimet. Dy gjëra, dy probleme kemi. E para është progresiviteti, pari në cilit unë i qëndroj nga fillimi deri në fund, sepse e kam propozuar vetë. Dhe e dyta që shikojnë më rëndësishme të ardhurat, si tatohen ato individualisht, shesht, apo i nështrohen të gjitha bashkë progresiviteti. Shikojnë, duhet të tregoj këtë skemë. Ky është tatimi, apo ky është progresiviteti në të ardhurat nga puna, po funksionon si i tillë, si progresiv vetëm për të ardhurat nga puna. Kam më shumë se sa 6-7 vite që flas për këtë. Kemi bërë betejë që të paktën të ardhurat deri në 50.000 lekë të çlirohen nga tatimi, ashtu siç të ardhurat nga 50.000 lekë deri në 60.000 lekë të paguajnë një shumë më të vogël tatimi. E natyrisht vazhdon betejë për të ardhurat mbi 60.000 lekë. Për të ardhurat mbi 200.000 lekë pastaj, të cilat natyrisht nështrohen një shkallë progresive, 13% lekë, 13% të shumës mbi 30.000 lekë, edhe pastaj 22.100 plus 23% të çdo leku mbi 200.000 lekë për të ardhurat që janë mbi këtë tavan. Por shqetësimi lind kur bashkohen të ardhurat e punës parë, punës dytë e punës tretë. Ja vlen që njerëz që punojnë, që rropaten kaq shumë, ne ti tatojmë në shkallë kaq të rëndë progresive? Unë mendoj që jo. Duhet relaksohet, duhet ulet tatimi progresiv pikërisht për ata që bëjnë punë parë, punë dytë, punë tretë, e të ardhurat tyre mblidhen bashkë. Ashtu siç nuk duhet kemi më tatim të shesht për të ardhurat nga biznesi, të ardhurat nga qirat, të ardhurat nga dividendet, mbi të gjitha, mbi dividendet, kemi një tatim të shesht vetëm 8%, vetëm 8%. E që natyrisht i bën ka shillëk gjithë atyre që punojnë. Tatim mbi dividendin mund të jetë një e ardhur mbi dividendin, mund të jetë një ardhur krejtësisht pasive, e që merret aktohet dhe plotson vanitetin e kujdo që do të jetë i pasur. Në të drejtën e tij do e mos, por i tatuar në shkallë progresive. Tatimi mbi trashëgimin vazhdon të jetë i sheshtë, është vetëm 15%. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Unë mendoj që të ardhurat janë njësoj. Si e ardhur, kështu i trajton ligji, si e ardhur nga puna, si e ardhur nga biznesi, si e ardhur nga investimet. Duhet bashkohen kur tatim paguesi është vetëm një. Duhet bashkohen të gjitha e të tatohen në shkallë progresive. Natyrisht, jo me të normat larta, mund të jenë shumë më të ulta, ama është e drejtë të mblidhen të gjitha bashkë. Të ardhurat, edhe nga qirat, edhe nga interesat, edhe nga aksionet, edhe nga shitja e tyre, edhe nga pasuria e paluajtshme, edhe nga trashëgimia, edhe nga fitime, edhe nga dividendi, e të tatohen në shkallë progresive. Për këtë dua të jem në kuvend. Ndjes për tonin, po ky jam unë.